Përshëndetje, në këtë video informuese do të përqendrohemi tek 6 gabimet që duhet të shmangen gjatë takimit me një klient. Mos respektimi i orarit të takimit. Në momentin që caktoni një orar takimi me klientin, duhet të jeni të sigurt që ta respektoni atë. Nëse për shkaqe të arsyeshme apo për një situatë emergjente nuk mund ta respektoni këtë orar, duhet të njoftoni menjëherë klientin me qëllim caktimin e një takimi të dytë në një orar të përshtatshëm për të dy palët. Lajmërimi duhet ndodhë më përpara, jo në momentin që klienti ka arritur në vendin e takimit, sepse në këtë rast do tregoni mungesë profesionalizmi, mos respekti ndaj kohës së tij dhe në fund edhe mos respekt ndaj vetë klientit. Mungesa e vëmendjes apo shpërqendrimi gjatë zhvillimit të bisedës me telefon, kompjuter, bisedë me një klient tjetër apo me një koleg. Është e rëndësishme që në momentin që po takoni klientin, po bisedoni me të, vëmendjen ta keni 100% te klienti. Kjo t'ju ndihmoj jo vetëm në identifikimin e rrethanave dhe fakteve me të cilat do të ndërtoni strategjinë tuaj më vonë, por është edhe çështje respekti, është etikë profesionale dhe do të keni dhe të fitoni respektin edhe të klientit. Ndërprerja apo mbivendosja e bisedës. Shmangini ndërprerjen apo mbivendosjen e bisedës. Përqendrohuni në bisedë dhe lëreni klientin të përcaktojë, të shprehë, të shpalosë të gjithë situatën dhe faktet dhe rrethanat. Nëse konstatoni që klienti po noton nëpër ujëra dhe jo në çështjet apo në faktet kryesore, në mënyrë diplomatike orientoni bisedën drejt fakteve të rëndësishme duke i kërkuar që ju lutem përqendrohuni tek faktet dhe rrethanat që do ju duhen për përcaktimin e një konkluzioni në lidhje me çështjen. Dhënia e një konkluzioni përfundimtar gjatë ose në përfundim të takimit. Pra, dhënia e një konkluzioni të menjëhershëm juridik. Duhet ta shmangni, sepse ndodh që gjatë takimit mund mos përmendet një fakt, një rrethan apo një dokument i caktuar, i cili mund të jetë vendimtar për mënyrën se si do të orientohet çështja. Ndaj, merrni kohën tuaj, shikoni pretendimet, konsultoni me dokumentacionin, konsultoni me kuadrin ligjor dhe më pas arrini një konkluzion të saktë, të qartë dhe të plotë. Dhënia e opinioneve personale mbi palën kundërshtare, mbrojtësit e mëparshëm të palës kundërshtare, trupin gjykues. Përqendroni bisedën në mënyrë profesionale tek çështja, faktet, rrethana, dispozitat ligjore. Shmangni çdo lloj bisede e cila nuk lidhet me analizimin juridik të çështjes, sepse në këtë mënyrë jo vetëm që nuk do fitoni besimin e klientit, por nuk do jeni profesional dhe nuk do respektoni etikën profesionale dhe sigurisht që shumë shpejt do humbas edhe besimi i klientit ndaj jush. Mos përcaktimi në mënyrë të qartë i kushteve të ofrimit të shërbimit. Duhet të siguroheni që të informoni klientin me të gjitha kushtet në të cilat do të ofrohet shërbimi. Qoftë me pagesën, qoftë me çështjet që do merrni përsipër, qoftë me strategjinë, shkallët që do merrni përsipër, të përfaqësoni dokumentacionin që duhet të dërgoni me qëllim që më vonë mos ketë problematika dhe mos marrëveshje. Nëse ju pëlqeu kjo video informuese, ju lutem bëni subscribe.